Për shembull, këshireni ndeshjet boksit. Nëse i këshyr bile leqe na pëlqen, na bojnë ati fëzlëk. Qoho me bojnë, mshaj, ose këshireni film. Nëse narracioni i filmit krijohet në qasi forme, sa që ti me mujt me identifiku kush është personazhi i mirë dhe kush është i keqi, kur ti ndodh diçka e keqe, atit keqe ti knaqesh. Domethënë, dhuna merr konotacion për vetë se biologjik, ka konotacion edhe social, ka edhe moral. Domethënë, Robert Sapolsky e thotë që të shumë mirë. Thot dhuna na pëlqen veç deri kur na mundemi me arsyetu si proces. Nëse na e dim që një burr e ka rre gruan e vet, edhe mas nej çajo gruni detu quave e ka vra burrin se s'ka mujt me duru ma, pa marr parasysh rrethonave. A e kishim gjyku shumë keq çat gru? Kishim thonë, vallai jo, se ka hjeke dhe e ka lyp. Ose për shembull nëse na e shohim çka do qoftë, ju she përmendet ti, që për shembull konfliktet ndërreligjioze, konfliktet ndërracore që i kemi na. Nëse na e kishim pa, kitë shqiptarët nëse i kishe pyet, nëse kish përthy një bombë dikon në Serbi, dikon a ishin një keq, ata që e kanë përjetu luftën kishim e thonë jo. Se çka na kanë bua ata neve pak është bile që kjo. Dhuna po merr konotacion tash po bëhet një farë dileme morale. Tash është problematike sepse çka po diskutohet sot është kur më shumë se sot s'ka pas dhunë.